poleni I luleve tingëllon I vogël dhe I mërzitshëm, por në thelb është USB-ja e natyrës për gjenet e bimëve. Sot po bëj një shqyrtim të shpejt, miti kundër faktit, në mënyrë që të largoheni më të zgjuar se si erdhët. Mit, poleni është thjesht pluhur I verdhë nga lulet. Fakt, poleni janë kokriza mikroskopike të krijuara nga pjesët mashkullore të luleve dhe koneve. Çdo kokër është një kapsulë e vogël e fortë që mbart qeliza sperme për të fekonduar një vezore. Mit, të gjitha lulet varen nga bletët. Fakt, shumë prej tyre por shumë bime përdorin erën barërat lisat ambrozian. Bimet e polenizuara nga era zakonisht shkaktojnë më shumë alergji, sepse lëshojnë re me polen të lehtë. Mit, lulet e ndritshme dhe aromatike shkaktojnë ethe. Fakt, sa më vezulluese të jetë lulja, aq më shumë ka gjasa të synoj kafshët, jo hundën tuaj. Poleni I mahngitës që ngjitet te bletët është zakonisht shumë I rënd për të hyrë thellë në rrugët tuaja të frymëmarrjes. Mit, poleni dhe nektari janë e njëjta gjë. Fakt, nektari është karburant I ëmbël për polenizuesit. Poleni është proteinë dhe ngarkesa gjenetike. Bletët mbledhin të dyja, nektarin për energji, polenin për ushqimin e bletëve të vogla. Mit, nëse jam alergjik ndaj të gjithë polenit. Fakt, alergjit janë specifike për speciet. Ambrosia thupërs bari. Pisha duket e çrregullt, por shpesh është më pak alergjike. Mit, ditët me shi janë më të këqijat për alergjit. Fakt, një shi I freskët mund të largoj polenin nga ajri dhe t'ju japë një pushim. Piku shpesh godet pas një dite të thatë dhe me erë ose shpërthimit të mëngjesit kur bimet lëshojnë polen. Këshill profesionale. Kontrolloni nivelet lokale të polenit, mbani syze dielli të mbyllura dhe shpëllani fytyrën dhe flokët pasi të keni qenë jashtë. Dhe nëse jeni kurioz, një mikroskop I lirë e kthen polenin në një botë shkencë fiksioni. Maja pore modele që ndihmojnë shkencëtarët të identifikojnë speciet. Përfundimi, poleni nuk është zuzari, është korrieri. Menakshoni ekspozimin, falenderoni polenizuesit dhe shijoni lulet pamite.